Përshëndetje sërisht. Mirë se keni ardhur këtu në Okult Ezoterizëm. Do të vazhdojmë rrugëtimin udhëtimi për tek vetja, si seanca e parë do të kemi dhe seancat e tjera. Sot nuk kam marrë konkretisht që do studiojmë vetëm një sistem nga trupi on, por do studiojmë disa pika në përgjithësi të aspektit fizik ose të trupit të parë, i cili në ezoterizëm njihet ndryshe si trupi fizik, dhe se si ky ndërvepron edhe me trupin eterik, që janë nëpërmjet nervave, që është pjesa e lidhjeve nervore dhe lidhjeve të energjisë që krijohet nëpërmjet nervave apo energjisë që krijohet nëpërmjet lëvizjes. Megjithatë, ne sot do të flasim në përgjithësi për trupin ton. Për shembull, ne themi vetëm që ky është trupi im, po ne nuk e dim se çfarë kemi brenda. Kemi dëgjuar disa gjëra të vogla në përgjithësi dhe mendojmë se e njohim trupin ton. Dhe ky është gabimi jon. Teksa po vija këtu në studio, po më vinte një pyetje që po i bëja vetes. Cila është e vetmja gjë në trupin tim që mund ta ndjej duke lëvizur? Po e pyesja veten time me këtë pyetje pak abstrakte, por megjithatë më erdhi në mendje një përgjigje e pa menduar, por direkt, intuitive, dhe më thot se pulsi. Dhe është një metodë shumë e bukur që ne të kuptojmë që trupi jonë gjatë gjithë kohës me ne duhet të ndalojmë dhe të futim vetdijen ton brenda vetes ton. Ne nuk e ndjejmë zemrën kur ajo pompon gjak dhe nuk e shohim pulsin kur ai pompon ore sekond, për të vetmen arsye sepse ne e mbajmë vetdijen jashtë. Ne kemi shqisat që orkestrohemi nga jashtë. Dhe në momentet që ne qëndrojmë qetësi ose jemi vetëm dhe e kalojmë vetdijen brenda, kuptojmë që atje është një botë tjetër. Atje është një mikrokozmos i cili operon dhe pa lejen tonë. Të gjitha ato organe që ne kemi brenda vetes tonë, të gjitha kanë inteligjencën e tyre. Madje ne kemi dhe qelizat e gjakut që janë, unë do t'i quaja motori i oksigjenit për mendimin tim, për vetmen arsye sepse pa to nuk ka vetdije. Megjithatë, pulsi që të punoj i duhet oksigjen. Po çfarë është oksigjeni? Oksigjeni është ajo lënda ku ne nuk e shohim, por duhet ta thithim për të jetuar. Është si kripa në gjellë që nuk e sheh, po megjithatë gjella të shijon aq shumë. Dhe mendojeni pak, në jetë njeriu mund të jetojë 3 ditë pa ujë, mund të jetojë 3 javë pa ngrënë, por nuk mund të jetojë as 3 minuta pa oksigjen. Dhe kjo është me të vërtetë shumë thelbësore, sepse oksigjeni është vetdije. Është ajo që lidhet me trupin ton eterik. Në pjesën se si ne duhet ta mbajmë oksigjenin lart është vetëm duke rritur sistemin e qarkullimit ton të gjakut. Trupi eterik është ai që të mbron ty nga fushat elektromagnetike, të cilat janë të shumta, nuk e kemi idenë se sa shumë jam, ne shohim vetëm 5 të 5.000 të forcave elektromagnetike në univers. Ne nuk i dim fare se sa gjëra ekzistojnë përtej shqisave tona që ne nuk mundemi do t'i perceptojmë. Ne nuk dëgjojmë disa frekuenca të cilat janë në 20 Hz. Ne nuk dëgjojmë disa frekuenca të cilat janë mbi një interval të caktuar hertzësh. Nuk po më kujtohet numri fiks tani për momentin. Mendojeni pak sa të vegjël jemi dhe megjithatë ecim në tokë me kaq egoizëm, me kaq arrogancë, sikur ne që ishim perandorët apo mbretërit e jetës. Si duhet të kujdesemi ne për pjesën
e trupit ton eterik të rritim oksigjenin në gjak, sepse oksigjeni është vetdije, më shumë oksigjen në trurin tuaj, më shumë vetdije, më shumë bot kuptim, më shumë të aftë për të bërë punët apo për të perceptuar nivelet të ndryshme, ndoshta edhe jo fizike, të cilat futen në aspektin metafizik. Ne jemi një grup i madh qelizash ku 37 milion qeliza, gjaku, lëkure dhe truri operojnë brenda këtij mikrokozmosi dhe e gjitha kjo është një vetdije e përsosur. E në tona të gjakut, këto janë disa kuriozitete të cilat mua më kanë bërë të ndihem më i vlerësuar për jetën që më ka dhuruar Zoti, apo që unë po jetoj ciklin tim të kohës, ku shoh dhe ndihem vërtet i mahnitur nga gjërat që unë kam brenda vetes time, po gjithashtu i keni dhe ju. Për shembull, trupi juaj i vogël ka enë të gjakut ose vena të ndryshme, që do të thotë se mund ta rrethoj botën 4 herë. Zemra është një organ shumë i pavarur nga truri e megjithatë ajo është shumë e zgjuar. Kohët e fundit shkenca ka filluar të mendojë se duke u bazuar në studimet e tyre, kanë filluar të kuptojnë se zemra ka filluar të mendojë totalisht më vete. Nuk është e varur drejt për së drejt nga truri, por megjithatë lidhet fort me trurin. Organi i parë që re në jetën tonë mendoni për këtë është zemra. Gjithashtu besoj që edhe i fundit ai është. Rreth 100.000 herë në ditë. Kjo është ajo që ne kemi një motor të shkëlqyer dhe e di çfarë vret këtë motor të shkëlqyer që kemi ne brenda vetes tonë, jeta tonë sedentare. Nëse ne qëndrojmë pa ushtruar, do të kemi shumë probleme në vitet që do vinë. Alveola është një pjesë që ndodhet në mushkëri ku merr gjakun dhe e furnizon me oksigjen, dhe e cila më pas e kalon sërish në zemër dhe zemra e hap sërish në të gjithë trupin. Ne kështu funksionojmë. Jemi një mekanizëm i shkëlqyer. Por më thoni nëse ju nuk i kushtoni rëndësi sistemit të qarkullimit të gjakut, oksigjenit të madh në trup. Çfarë ndodh? Nëse ne nuk bëjmë ushtrime si not, ecje, forcë, për shembull ushtrime me peshat e trupit ton, nuk është të thënë që ne duhet të kemi një lloj sforcarje të madhe. Nëse ne nuk i bëjmë këto, zemra fillon të dobësohet dhe venat, muskujt që janë funksionet kryesore të cilat e transmetojnë gjakun nëpërmjet venave, ata fillojnë të dobësohen dhe sa më shpejt që ta bëni ju këtë, aq më e mirë është për qarkullimin e gjakut. Aq më shumë punojnë muskujt, aq më shumë punon zemra dhe më shumë forcohet qarkullimi i gjakut. Rritet oksigjeni në gjak në çdo raje më shumë dhe oksigjeni është një performancë më e mirë muskulare, por jo vetëm muskulare, është edhe mentale, që do të thotë se ti nëpërmjet oksigjenit rrit aktivitetin e lartë në trup. Pse? Sepse oksigjeni është lënë djegse për ne. Ne nuk mund të ecim dot pa oksigjen. Ne do të kemi shumë probleme të mëdha pa oksigjenin ton. Mendojeni pak këtë, në momentin që ty të bie oksigjeni, ti fillon të ndjesh e shikon botën e turbullt, ke raje më të shpejta të zemrës për të vetmen arsye sepse zemra kërkon që të furnizojë trupin akoma me gjak, ndërkohë që ti nuk po i sjell oksigjen. Pra, oksigjeni është lënda djegse e jona dhe nëse ne nuk kujdesemi që të kemi oksigjen të mirë në trupin ton, të shëndetshëm, ne do të kemi probleme me shëndetin ton dhe vetëm ushtrimet, vetëm aktiviteti na bën ne që të rritim performancën ton. Dhe performanca jonë rritet duke rritur gjithmonë lidhjet tona me natyrën. Çfarë bën turma nëse do ta pyesim veten dhe si sëmuren ata nga problemet kardiake? Turma minimizon rrezikun. Gjatë gjithë kohës kërkon që të minimizojë rrezikun, të kuret, të triqet, të mbrohet,
turma gjatë gjithë kohës shikon që të përshtatet në gjëra shumë të vogla, por jo të rrezikojë, sepse kur rrezikon lodhet dhe rrezikimi mund të bëjë një person i cili ti nuk je gati ta luftosh versionin tënd të vjetër. Dhe turma çfarë bëjnë? Minimizojnë këtë rrezikun duke e futur jetën e tyre në një jetë sedentare dhe pastaj me kalimin e kohës akumulohet dhjam në organizëm, akumulohet ngushtim, krijohet ngushtimi i venave, ku gjaku kalon më pak në zemër dhe zemra fillon të rrahi më shpejt për të kompensuar pjesën e furnizimit të muskujve me gjak dhe të sistemeve të trupit, ku dhe kalon edhe në tru. Çfarë është jeta e rrezikimit? Jeta e rrezikimit është kur ne provojmë të rrezikojmë, si për shembull, provojmë të bëjmë një aktivitet fizik që është pak i rrezikshëm, të bëjmë alpinizëm, ose të bëjmë not, ose të vrapojmë, e cila na lodh, na bën që ne të djegim kalori. Pra, oksigjeni, ajo lënda djegëse, nuk është gjë tjetër veç se djegja e kalorive tona, është një energji kinetike e cila ne na vendos të lëvizim, dhe duke bërë këtë jetën e rrezikuesit, ne do të kemi një jetë aktive, dhe një jetë aktive do të thotë se është një zemër e fortë, dhe rreziqet janë ato që e bëjnë zemrën tonë të fortë. Frymëmarrja është menaxhimi i frikës. Mendoni ku na ka pankthi, çfarë na thot doktori? Bëj frymëmarrje. Ose kur kemi probleme të tjera, qetësohu, merr frymthell. Pse? Sepse oksigjeni është rregulli numër 1 i standardizimit të gjendjes tonë. Pa oksigjen, të gjithë organet brenda do të fillojnë, do të tremben, do friksohen, do të çmenden. Kur oksigjeni mungon, zemra do të rrajë më fort, sepse zemra duhet të furnizojë muskujt me gjak. Më pak oksigjen do të thotë më shumë dhimbje koke, më shumë lodhje, më shumë dembelizëm, ndjenjë të fikti. Truri nuk jeton pa një zemër që re, mos e harroni këtë. Zemrës i duhet oksigjen, i duhet aktivitet. Ne jemi ndërtuar për të lëvizur, nuk jemi ndërtuar për të qëndruar në vend. Dhe nëse ne nuk kujdesemi për të gjitha këto, ne jemi duke i bërë një vend të madh sëmundjes brenda trupit tonë. Sistemi i qarkullimit i gjakut është ai që ty do të ndihmoj të rritësh edhe kontaktet me trupin ton eterik, por edhe atë mental. Është edhe trupi astral, po të cilin unë nuk e preker pasere, sepse ai ndodh vetëm nga sistemi autonom, është i pavarur nga ty dhe ndodh në pjesët kur ti futesh në fazën REM të gjumit, që kështu nuk po flasim për këtë pjesë. Jeta sedentare ka 2 zgjidhje në jetën tonë: qëndro ulur dhe vdis, ose lëviz dhe jeto. Qelizat e dinë se çfarë bajnë nëse ne lëvizim. Nëse ne nuk lëvizim, ato fillojnë të harrojnë aktivitetin e tyre. Venat e marrin energjin nga muskujt. Nëse keni muskuj të dobët, gjaku pompohet më pak në zemër. Dhe çfarë do të thotë të pompohet gjak më pak në zemër? Do të thotë më pak lëvizje, më pak tretje, më pak aktivitet, më pak imunitet. Trupi është tempulli që nëse nuk e përdorim, do ta humbasim, dhe nëse e përdorim, do ta marrim. Mos e harroni këtë. Për të futur akoma më thellë, ne duhet të njohim aspektet tona të ushqyerit, aspektet tona të sistemit të shpërblimit. Ndodh që her pas here mua më shohin miqt teksa ndonjë fundjavë mund të ha ndonjë ëmbëlsirë. Dhe më thonë, ti na del na flet atje dhe tani po ha ëmbëlsirë. Po, i them, sepse ky është sistemi i shpërblimit. Do ndalem pak te sistemi i shpërblimit. Çfarë është sistemi i shpërblimit? Është një sistem i krijuar në kokën time, i cili përdoret për të dhënë trupit dhe mendjes një shpërblim për një sfidë të caktuar. Është një lloj mekanizmi të cilin mund ta përdori gjithë secili nga ne. Çfarë bëjmë? Ne përpiqemi të qëndrojmë 5 ditë minimumi pa ëmbëlsira,
pa bira, pa alkool, pa pije me gas, dhe në një fundjavë ose në një vakt të fundjavës më sakt, mund të konsumosh çfarë ti të dëshirosh. Mund të hash çfarë të duash ti pa u ndjerë në faj fare, sepse ky është sistemi i shpërblimit të cilin edhe trupi e ka të domosdoshme, por edhe mendja e ka të domosdoshme ta ratiset her pas here nga ajo rutina apo disiplina e përditshme, dhe nëse ti plotson vetes të për një vakt, më beso që jeta jote do të ndryshojë dhe do ta shohësh që nuk është më nevojë, është thjesht sistem i cili punon duke shpërblyer atë që ti jep. Ai ti jep atë që ti jep. Brenda vetes ton kemi atë që njihet ndryshe si eliksiri i jetës, gjakun. Gjaku është i përbërë nga plazma, dhe plazma është e përbërë nga kriprat, proteina, ujë dhe ruazat e kuqe të gjakut. Ruaza e kuqe i gjakut brenda saj përmban hemoglobin, që do të thot hekur. Dhe nëse hemoglobina del nga qeliza, ne helmohemi dhe vdesim. Mendojeni pak, sa krijim perfekt që jemi. Dhe kush thot se nuk jemi perfekt, ende nuk e ka njohur veten akoma. Zemra dhe trupi kanë një lidhje shumë të fortë me njëra tjetrën. Dhe her pas here kjo na bën ne të ndihemi mirë, sidomos kur na përqafon një person. Gruaja, personi ton i dashur i zemrës, ndoshta nëna. Dhe në atë moment nuk ndodh magjia, por ndodh ajo që ne e njohim si dashuri, e cila në aspektin ton fizik përkthehet si oksitocin. Është hormoni i dashurisë, pra ku ne ndjejmë, ku ne përjetojmë një moment gëzimi, ku ne përjetojmë një lumturi brenda vetes tonë. Zemra ka filluar të pikaz brenda vetes saj oksitocin. Kjo është ajo pse ne ndjejmë dashuri, dhe megjithatë dashuria fillon të vejë në punë gjithë mekanizmin tjetër nëpërmjet zemrës dhe fillon të çlirohet energjia kinetike që është energjia e lëvizjes, dhe nëpërmjet nervave, të cilat kapin këto pjesë të ndryshme, të cilat janë porta yrse, po dhe të brendshme, duke filluar përqafimi nëpërmjet shisave shikimi, dëgjimi, puthja. Këto përkthehen në aktivitet më të lartë të trupit dhe të trurit. Nëpërmjet trurit, që është organi kryesor që mendja funksionon, atje kalojnë sinjalet elektrike dhe ato kimike, dhe ne ndjejmë këtë reaksionin se po përjetojmë dashuri. Këto pika që unë kam gjetur për këtë episod dhe për të tjerat do të ndalemi më vonë, ishin disa pika kyçe që mendoj se ju duhet i dini në përgjithësi. Nuk doja ta bëja më të thellë apo më konkrete, sepse në disa komente kam lexuar që kërkoni ta kuptoni në përgjithësi këtë, dhe edhe unë ndoshta nga që e kam këtë tipin analitik brenda vetes time, dua t'i kuptoj më me detaj gjërat dhe i sjell ashtu si unë i marr me veten time. Por megjithatë po përpiqem ta thjeshtësoj sa më shumë për ju, që ju të keni një background jo të përpiktë, por në përgjithësi një tablo se si ne fillojmë dhe takojmë veten tonë. Ky është rrugëtimi për tek vetja. Unë jam Odisea Gora, studiues ezoterizmi, dhe ju falenderoj që jeni pjesë e këtij rrugëtimi. Shihemi në videon e radhës. Tung.